Qeveria shqiptare nuk ka dhënë asnjë fishek për luftën e fundit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Edhe ma keqe është që qeveria shqiptare në atë kohë ka tentuar që edhe kufumat e dëshmorëve tanë me ja kthye me dhënë Serbisë në atë kohë. Edhe sot del Edi Rama, patriot i madh dhe sana nina. Kjo video ka me lëndu shumë nashta shumë njerin, por kjo është realiteti. Me pasonën e që të fjallë para një vjetë, këshin thonë krejta deputeti u tranu. Jo, nuk u tranu deputeti. Ngone, qka thet kë dosi? Ti politike u që këja që mund konsiderosh e majta së bëndjat. Ishte një ushtri, e cila kërkon të ndimën e të tërve. Dhe mbante e kujdistancë ka të tërë. Qa e ndimuam neve? Ne, kontributi kryesor ka qenë që dham në shërbimet partner informacionet më të rëndësishme që ata kërkuan lidhur me UÇK-n. Vetë informacione, që dhe informatat më dhanë nuk se besoj kishit ju apo ja? Kishit një ndimë shumë materiale... T'jallë themun, Shqipëria nuk ka dhënë asnjë fishek. Asnjë fishek. Po pse apo i zbraste për vete? Një minut. Tani pse? Jo, në rregull. Fatos Klosi thet para 2 ditë në emision se Shqipëria nuk ka dhënë asnjë fishek. Kjo është e vërtetë apo thet kë? Se e kena përjetu. Edhe unë e kom përjetu atë kohë. Se nëse Shqipënia ke ble një kallash në Tiranë 200 euro, për me qu deri në Beramcor ose në deri të Kufinit ka kushtu 400 euro. Gjithë armatimi që u ble poshtë, prej Shkodrës e të poshtë anina, atë ka kushtu 2 fishi për me prunë deri atje. Tu i pagu që të Fatos Klosin, komandantat policijës, ministra, zavendës ministra, e shumë tjerë që nuk e mujt me në gjitë të armatim për Tiranës me shku për Beramcor, pa e dhonë të papën që se ke ble 500.000. Atëherë marë ka armatim edhe 500.000 tjera o doshtë mi pagu qëta. Njëjti, qëta janë konë, socialistat janë konë. Po kë vazhdojnë, ngone Fatos Klosin. Ishte Fatosi, edhe një pjesë të kohës që ishte kryeministër Pandi, kishte një embargo formale. Ndërkohë që të Pandi jeto shumë Kosovën, si ka mosi? Pandeli Majko. Se ke vërë veti tani? Pandi ati vete flenë në Kosovë. Qiko, tani bëjmë për të të gjithu, jo për lafduruar apo njërësit. Që se bën hajgore. Se nesër bëhet një takim i madh. Po nesër, po e kështu festat i bëjmë në të gjitha, do mblidhen nesër aty do bëjmë. Qeni Kallanxhiut. Unë them që kontributi kryesor i Shqipërisë ka qenë që nuk i pengoj. Do thënë, me gjithse ishte embargoja, me gjithse natyrisht ishte vështirë dhe nuk ishte kollaj për ta fshehur transportin drejt Kosovës të armëve, por e them me përgjegjësi të plot që të gjitha armët ata i blen. Jo vetëm në Shqipëri. Shqipëria është pjesë e vogël. Domethënë fillimisht që zukin dhe në Azi aty, se dhe informata? Jo, ne i kemi informata ne i kemi dhënë. Do thotë i kemi dhënë. Ndihmën tonë morale, ne nuk i kemi ndihmën tonë morale. Nga në shka thët na i kena dhënë ndihmën tonë morale, por qatë edhe moralen e kena pagu me pare. Se ndihmë morale s'ka pas, po me pare. Gjithë shka konë me pare. Tash pe pranojnë vetë adin, po se me pasonën kështë thonë, deputeti, o tranu deputeti. Ngone tash shka thet për... A e dini ju që njëri nga luftëtarët më të mëdhej të lirisë së Kosovës ka qenë Luan Haradinaj. Ngone mirë. Shteti shqiptar në vitin 1998-99 ka dash t'ia dorëzojë serbëve. Sepse ishte marrëveshje në atë kohë. Marrëveshje kanë pas. Midis Jugosllavisë dhe Shqipërisë. Shteti shqiptar. Djemt e Hasit. Po të doni, televizioni juaj shkoi të hulumtoi sekretarin dhe arshiven e komisariatit të policisë Hasit. Djemt e Vlanës e kanë marrë dhe e kanë varrosur në Vlanë, mos gabohem. Domethënë shteti kur në Vlanë. Po pra në Vlanë pra. Për ta shpëtuar sepse zyrtarët e shtetit shqiptar të Tiranës kishin urdhëruar për ta dorëzuar sepse ju në atë kohë trajtohej UÇK-ja si bandë kriminale. Këtu fillon, sepse
Ushtria shqiptare e Kosovës ka qenë në një si të Sikur mos t'ishte populli I Shqipënisë me ndihmu u çkyen, edhe refugjate krejt gjithçka. Për qeverien e Shqipënisë të asaj kohe, edhe të sodit po flas, edhe njëjta qeveria është ateshit, njëjta është edhe e sodit, njerëzit janë të njëjta, nuk kanë ndryshuar, çta ministra veç janë të usjell të poshtë përpjet, se njerëzit janë të njëjta. Unë I falenderoj popullin që na kanë ndihmu me gjithçka, që ka pas mundësi, se s'kan pas mundësi ma shumë, se akon në atë kohë akon fukarallak I madh. Veç ai që se ka pa, po ai që e ka pa që kum pa unë në atë kohë, po me çaton shka ka pas mundësi, buke kryp të ka prit me zemër, ta ka dhon me shpirt, me zemër ta ka dhon. Ama për qeverien e Shqipënisë, të ateshit edhe të sodit, këto janë veçarana që na e rajmë vetën, I rajmë fëmijën e tonë, e rajmë historien, e rajmë gjithë shkafin që kemë para neve të mos e kallëzu realitetin se çka ka ndodhur. Sot dalin ta opozita e Derama thot falënderit se na ka shliru, e falënderit se na ka pështu popullin shqiptar. Po çfarë falënderit me thonë, çka ka bo veç nëse ka në njeri që ma qet një video edhe me thonë që e Derama ka bo një të mirë përveç që ka lobu për gjykatën speciale, ka lobu për ndarjen e Kosovës, ka lobu për Open Balkanin, ka lobu për me bo edhe kampionatin shkit me Shqipënien bashk, ka shajt komandantat tonë, I ka ull komandantat para kancelarës tatesh me Gjermanisë edhe këtina Macronit Francës, çka ka bot mirë burë? Çka ka bot qeveria Shqipënisë? A ka dhon një cent për gjykatën speciale? Jo, veç që ka përmun po, ama pare s'ka dhon kur, as një cent. Fjallë në televizor, në për televizorën e Kosovë Shqipënisë sa dush t'japin ata. Ama kur janë me në farë parlamenti evropian, ka pëdiune dikun në për ambasada, ose kur ka në mbledhje të rëndësishme të botës, ata ullin kokën krejt e poshtë edhe bestojnë da, që që thëtë Vučići. Se për ndryshe ata nuk guxojnë me qukrit për pjetë se janë të pagun. Qysh I ka pagun në kohën e luftës, qysh I pagun edhe ditën sot. E mos mashtroj me që si njerëz si Edi Rama, e ai tjetri Pandelimajko, që theke tash ai patriot, porën po flanë në Kosovë, Bajka e Gara I atë në emision, theke Pandelimajko akon patriot, se tash po flanë në Kosovë, shumë I patriot, për në atë kohë kur o dosh me kon patriot, ai s'ka po bosh heq kur gjo, bosh heq. Edhe bile kanë, edhe në kanë pengu për armatimin për me që përpjet. Se pa I pagu që ta, tu nis prej fatës klosit, e krejt ministrat, e zavens ministra, ti armatim s'ke mujt me që përpjet as një. As fishek s'ke mujt lemo, armatim tronë, pa as fishek s'ke mujt me që. Veç kusht të ranë, qaj që të ranë, halal e koftë se ranë që I matë e koka, ama musën në më ranë. Se dikanaj mundet me rajtë, ama mundet me më rajtë. Që kë është realiteti. Për e përshëndes krejtve, ata që më ndjekin, faleminderit shumë, ju që së më keni subscribe, ala mundi më bësh subscribe, naj like, naj comment, naj shpërndame, çka të mundi më ndihmu, ju falenderoj shumë, kaloni mirë deri në videon e radhës. Po e radhës ka me kon edhe ma fort se kjo që bon atash. Ju përshëndes.